Ndërsa kombëtarja e Anglisë rikthehet në Meksik për ndeshjet e fazës me eliminimin direkt të Kupës së Botës, në një qytet të vogël në shtetin Hidalgo, vazhdon të jetojë një histori e veçantë që lidh prej më shumë se 2 shekujsh 2 vendet. Në qytetin minerar të Real del Monte, ndikimi anglez është ende i pranishëm në jetën e përditshme. Gjithçka nisi në vitin 1824, kur minatorët nga rajoni i Cornwallit mbërritën në këtë zonë për të punuar në miniera. Me vete, ata sollën jo vetëm përvojën në miniera, por edhe traditat e tyre. Një prej tyre ishte receta e Cornish pasty, një byrek tradicional anglez që sot vazhdon të përgatitet në furrat lokale dhe është kthyer në një simbol të qytetit. Por trashëgimia e anglezëve nuk ndalet te gastronomia. Ata sollën edhe futbollin, duke organizuar ndeshjet e para mes punëtorëve dhe familjive të tyre. Historianët vendas thonë se në atë kohë loja nuk kishte ende rregullat moderne, por pikërisht në këtë fusha u hodhen themelet e sportit që më vonë do të bëhej më i dashuri për meksikanët. Sot në qytetet e Hidalgos, sidomos në Pachuca dhe Real del Monte, futbolli mbetet pjesë e identitetit lokal. Fëmijët dhe të rinjt vazhdojnë të stërviten, ndërsa banorët ruajnë me krenari këtë trashëgimi të veçantë historike. Kështu, ndërsa Anglia rikthehet në Meksik për një tjetër sfidë botërore në futboll, lidhjet mes dy vendeve vazhdojnë të jenë të dukshme, jo vetëm në fushën e blertë, por edhe në kulturë, tradita dhe shije që kanë mbijetuar për më shumë se 200 vjet.